Kapitulli 5. Perëndia i mishëruar. Nuk është për tu habitur që njerëzit e matur e kanë të vështirë për ta besuar ungjillin e Jezu Krishtit, sepse realitetet që trajton ky ungjill janë përtej kuptimit ton. Mirëpo, është e trishtueshme që shumë njerëz e vlerësojnë besimin më shumë se sa duhet, duke i gjetur vështirësitë në vendet e gabuara. Merrni për shembull doktrinën e shlyerjes së mëkatit. Shumë njerëz kanë vështirësi me këtë doktrinë. Ata pyesin, si mund të besojmë që vdekja e Jezusit të Nazaretit, dikush që dha shpirt publikisht mbi kryshin romak, të heqë mëkatet e botës? Si mund të ketë kjo vdekje ndonjë efekt sot në faljen nga Perëndia të mëkateve tona? Ose merrni ringjalljen, e cila u duket si një gur pengese shumë njerëzve. Ata pyesin, si mund ta besojmë që Jezusi u ringjall fizikisht prej së vdekuri? E pranojmë që është e vështirë të mohosh varrin bosh, mirëpo është akoma më e vështirë të besosh se Jezusi doli prej varrit në një jetë trupore të pafundme? A nuk është më e lehtë ta shpjegojmë varrin bosh me ndonjë teori si ajo e kthimit të përkohshëm në jetë pas një gjendjeje të fikti, apo me teorinë e vjedhjes së trupit, sesa përmes doktrinës së krishterë të ringjalljes? Ose merrni edhe lindjen e virgjër, e cila është mohuar gjerësisht edhe nga protestantët e këtij shekulli. Njerëzit pyesin, si është e mundur që dikush të besojë në një anomali të tillë biologjike? Ose merrni mrekullitë në Ungjil, të cilat janë burim vështirësie për shumë njerëz. Dakord, thon ata. Jezusi shëroi. Faktet janë kokfort për ta mohuar që ai shëroi. Fundja, historia ka njohur edhe shërues të tjerë. Por si mund ta besoj dikush që ai eci mbi ujë, ose që ushqeu 5000 vet, ose që ringjalli të vdekurit? Sigurisht që historitë të tilla janë shumë të pabesueshme. Shumë mendje në kufijtë e besimit janë përshtjelluar nga këto probleme dhe të tjera të ngjashme me to. Misteri më i madh. Megjithatë, vështirësia reale, misteri suprem me të cilin na ballafaqon Ungjilli, nuk qëndron as pak këtu. Ky mister nuk qëndron në mesazhin e të premtes së mirë për shlyerjen e mëkateve, as në mesazhin e Pashkës për ringjalljen, por në mesazhin e Krishtlindjes për mishërimin. Deklarata e krishterë më tronditëse është që Jezusi i Nazaretit ishte Perëndia i bërë njeri, që personi i dytë i hynis u bë njeriu i dytë. 1 Korintasve kapitulli 15 vargu 47. Duke përcaktuar kështu fatin njerëzor, kreu i dytë përfaqësues i racës njerëzore, si dhe deklarata që ai mori një natyrë njerëzore, pa e lënë mënjan atë hyjnore, që Jezusi i Nazaretit ishte vërtetësisht dhe tërësisht po aq hyjnor sa edhe njerëzor. Këtu kemi dy mistere në një të vetme. Pluraliteti i personave brenda unitetit të hyjnis dhe uniteti i hyjnis me natyrën njerëzore në personin e Jezusit. Pikërisht këtu, në atë që ndodhi Krishtlindjen e parë, gjendet thellësia më e madhe dhe më e pahetueshme e zbulesës së krishterë. Fjala u bë mish. Gjoni kapitulli 1 vargu 14. Perëndia u bë njeri dhe biri hyjnor u bë një jude. I plotfuqishmi u shfaq mbi tokë si një foshnjë e pafuqishme njerëzore, i pamundur për asgjë tjetër veç se të rinte shtrirë, të përpëlitej dhe të gugat, në nevojë për të ushqyer, për t'i ndërruar pelenat, si dhe për të mësuar që të flasë sikurse çdo fëmijë tjetër. Nuk kishte asnjë iluzion apo mashtrim këtu. Foshnjëria e birit të Perëndisë ishte një realitet. Sa më shumë të mendoni për këtë, aq më e pakuptueshme do të bëhet. Nuk ka histori më fantastike në të gjithë letërsinë trilluese se sa historia e vërtetë e mishërimit. Ky është me të vërtetë guri i pengesës në krishtërim. Këtu kanë rënë hebrejt, myslimanët, unitarianët, dëshmitarët e Jehovait, e shumë syrësh që hasin vështirësi me lindjen e virgjër, mrekullit, shlyerjen e mëkateve dhe ringjalljen. Në fakt, çdo vështirësi tjetër me historinë e Ungjillit zakonisht buron nga besimi i gabuar apo nga besimi i pamjaftueshëm në lidhje me mishërimin. Mirëpo vështirësitë e tjera zhduken sapo mishërimi pranohet si realitet. Nëse Jezusi do të kishte qenë thjesht një njeri i shquar dhe i perëndishëm, atëherë vështirësitë për të besuar atë që Dhjata e Re na thot në lidhje me jetën dhe veprën e tij do të ishin me të vërtet të pakapërcyeshme.
Por nëse Jezusi ishte vetë fjala e përjetshme, bashkëpunëtori i Atit në krijim, me anë të cilit e krijoi dhe gjithësinë, Hebrejve kapitulli 1 vargu 2, nuk kemi pse të habitemi nëse ardhja e tij në botë, jeta e tij dhe dalja e tij prej kësaj bote ishin veshur me vepra të reja të fuqisë krijuese. Nuk përbën ndonjë çudi që ai, autori i jetës, të ringjallej prej së vdekuri. Nëse ai ishte me të vërtet Perëndia bir, duhet të na befasoj më shumë vdekja e tij se sa ringjallja e tij. Është plot mister, i pavdekshmi i vdiq, shkroi Wesley, por nuk ka tjetër mister me të cilin mund të krahasohet misteri i ringjalljes së të pavdekshmit. Prandaj, nëse biri i pavdekshëm i Perëndis ju nënshtrua shijes së vdekjes, nuk kemi pse habitemi që kjo vdekje të ketë një kuptim shpëtues për një racë të humbur. Në momentin kur pranojmë se Jezusi ishte hyjnor, është e paarsyeshme të kesh vështirësi në të gjithë këtë çështje. Gjithçka është pjesë e një tabloje dhe ndërthuren plotësisht së bashku. Mishërimi është në vetvete një mister i pahetueshëm, mirë po ai e shpjegon gjithçka tjetër në dhjatën e re. Kush është ky fëmijë? Ungjijt sipas Mateut dhe Lukës na japin disa detaje se si biri i Perëndis erdhi në këtë botë. Ai lindi jashtë një bujtine të vogël në një fshat të humbur hebre në periudhën e lavdishme të perandorisë romake. Zakonisht, kjo histori zbukurohet paksa sa herë e tregojmë çdo Krishtlindje. Mirëpo, në realitet, është një histori shumë e egër dhe mizore. Jezusi lindi jashtë bujtinës, sepse ajo ishte plot, dhe askush nuk dëshironte të ofronte një shtrat për një grua që ishte duke lindur. Prandaj, asaj u desh që ta lindte foshnjën e saj në një stall dhe për djep të përdorte një lugë bagëtie. Historia tregohet pa ndjenjë dhe pa komente, por një lexues i kujdesshëm do të ngjethej nga shpirtligësia dhe degenerimi që paraqet kjo tablo. Megjithatë, ungjillorët nuk e tregojnë historinë e Krishtlindjes për të nxjerrë mësime morale prej saj. Mesazhi i historisë për ta nuk qëndron në rrethanat e lindjes, me përjashtim të faktit që duke ndodhur në Betlehem, ajo përmbushi një profeci. Shih Mateu kapitulli 2 vargjet 1 deri në 6. Por përkundrazi, në identitetin e foshnjës. Në lidhje me këtë, dhjata e re na parashtron dy mendime. Tashmë i kemi cilësuar ato, por tani le t'i shohim më në hollësi. E para, foshnja i lindur në Betlehem ishte Perëndi. Për ta thënë më sakt me gjuhën e Biblës, ai ishte biri i Perëndis, ose siç shprehet vazhdimisht teologjia e krishterë, Perëndia biri, jo një bir, siç e citon Gjoni 4 herë në 3 vargjet e para të ungjillit të tij, për të siguruar që lexuesit e tij ta kuptojnë veçantinë e Jezusit si i vetëm linduri ose biri i vetëm i Perëndis. Shih Gjoni kapitulli 1 vargu 14, 18, Gjoni kapitulli 3 vargu 16 dhe 18. Prandaj kisha e krishterë rrëfen: unë besoj në Perëndin Atin dhe në Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm, Zotin ton. Apologjetët e krishterë ndonjëherë shprehen sikur deklarata që Jezusi është biri i vetëm lindur i Perëndis të ishte përgjigja e plotë dhe përfundimtare të gjitha pyetjeve rreth identitetit të tij. Mirëpo nuk është kaq e lehtë, sepse vetë shprehja ngre disa pyetje dhe mund të keqkuptohet lehtësisht. A nën kupton deklarata që Jezusi është biri i Perëndis se ekzistojnë dy perëndi? A është atëherë krishtërimi një fe politeiste, siç thon hebrejt dhe muslimanët? Apo mos vallë fraza biri i Perëndis nënkupton që Jezusi, edhe pse qëndron mbi të gjitha krijesat, nuk ishte personalisht hyjnor në të njëjtin kuptim siç është Ati? Arianët ju përmbajtën kësaj ideje në kishën e hershme, dhe në kohët e sotme janë unitarianët, dëshmitarët e Jehovait, kristadelfianët e të tjerë, të cilët kanë përqafuar të njëjtën linjë mendimi. A është e drejtë kjo? Çfarë nënkupton Bibla kur e quan Jezusin biri i Perëndis? Ndonë se pyetje të tilla kanë përshtjelluar shumë njerëz, dhjata e re nuk na lë në mëdyshje se si duhet të përgjigjemi atyre. Në parim, këto pyetje ushtruan dhe morën përgjigje së bashku nga vetë apostulli Gjon në prologun e ungjillit të tij. Megjasa, ai po u shkruante lexuesve me prejardhje hebraike dhe greke. Sikurse na thot vetë, ai e shkroi ungjillin në mënyrë që të besoni se Jezusi është Krishti,
biri i Perëndis, dhe që duke besuar të keni jetë në emër të tij. Gjoni, kapitulli 20, vargu 31. Përgjatë gjithë ungjillit të tij, Gjoni e paraqet Jezusin si biri i Perëndis. Megjithatë, Gjoni e dinte që fraza biri i Perëndis kishte ngjyrime të ngjashme me ide të gabuara në mendjet e lexuesve të tij. Teologjia hebraike e përdorte këtë shprehje si titull për Mesian, njerëzor, të shumë pritur. Mitologjia greke rrëfente për shumë bij të perëndive, qenie mbi njerëzore të lindur prej një perëndie dhe një nëne njerëzore. Në asnjërin prej këtyre rasteve, shprehja biri i Perëndis nuk përcillte idenë e hyjnisë personale. Në fakt, në të dyja rastet, ajo e përjashtonte këtë ide. Gjoni dëshironte të sigurohej që sa herë shkroi për Jezusin si biri i Perëndis, të mos e kuptonin, domethënë të mos e keq kuptonin, sipas këtyre ngjyrimeve. Ai dëshironte ta bënte të qartë që nga fillimi se birëria, të cilën Jezusi ja atriboi vetes, dhe të krishterët e pranuan atë si një atribut të tij. Ishte pikërisht një çështje hyjnie personale dhe asgjë më pak. Kjo është arsyeja pse ai shkroi prologun e tij të famshëm, tek Gjoni kapitulli 1 vargu 1 deri në 18. Kisha e Anglisë me të drejtë e lexon atë çdo krishtlindje si pjesë e mësimit të ungjillit. Në asnjë vend tjetër të dhjatës së re nuk shpjegohet kaq qartë natyra dhe domethënia e birërisë hyjnore të Jezusit. Shikoni mënyrën e kujdesshme dhe shtruese me të cilën Gjoni e shtjellon këtë temë. Ai nuk e përdor fare termin bir në fjalinë e tij hyrëse. Përkundrazi, ai flet më së pari për fjalën. Kjo nuk kishte rrezik të keq kuptohej. Lexuesit e dhjatës së vjetër do ta bënin menjëherë lidhjen se kujt po i referohej. Fjala e Perëndis në dhjatën e vjetër është e folura e tij krijuese, fuqia e tij në veprim teksa përmbush qëllimin e tij. Dhjata e vjetër e përshkroi të folurit e Perëndis pikërisht shpalljen e qëllimit të tij, si të fuqishme për të realizuar atë çfarë propozohet. Zanafilla 1 na tregon se si në krijim Perëndia tha: "U bëft dhe u bë." Zanafilla 1 kapitulli 3. Qiejt u bën me anë të fjalës së Zotit, sepse ai foli dhe gjëja u bë. Psalmi 33 vargu 6 dhe 9. Prandaj, fjala e Perëndis është vetë Perëndia në veprim. Gjoni e merr këtë figurë dhe vazhdon të na tregojë 7 gjëra për fjalën hyjnore. E para, në fillim ishte fjala. Zanafilla kapitulli 1 vargu 1. Këtu shohim përjetësinë e fjalës. Ai vetë nuk kishte një fillim. Kur gjërat e tjera filluan të ekzistojnë, ai ishte. E dyta, fjala ishte me Perëndin. Zanafilla kapitulli 1 vargu 1. Këtu shohim personalitetin e fjalës. Fuqia që i përmbush qëllimet e Perëndis është fuqia e një qënieje personale më vete. Një qënie e cila qëndron në marrëdhënie të përjetshme dhe shoqëri aktive me Perëndin. Ky është kuptimi i kësaj fraze. E treta, dhe fjala ishte Perëndi. Zanafilla kapitulli 1 vargu 1. Këtu shohim hyjninë e fjalës. Edhe pse është personalisht i dallueshëm nga Ati, ai nuk është një krijesë. Ai është po aq hyjnor sa edhe Ati. Ky varg na ballafaqon me misterin e personave të veçantë brenda unitetit të hyjnisë. E katërta, të gjitha u bën me anë të tij. Zanafilla kapitulli 1 vargu 3. Këtu shohim fjalën që krijon. Ai ishte agjenti i Atit në të gjitha veprat krijuese që Ati ka kryer. Gjithçka që u bë me anë të tij. Me qëra fjala, këtu kemi një tjetër provë që ai, krijuesi, nuk bën pjesë në rendin e gjërave të krijuara, sikurse edhe Ati nuk është pjesë e këtij rendi. E pesta, në të ishte jeta. Kapitulli 1 vargu 4. Këtu shohim fjalën që gjallëron. Asgjë në sferën e gjërave të krijuara nuk ka jetë fizike përveç se në të dhe përmes tij. Kjo është përgjigjja e Biblës në lidhje me origjinën dhe vazhdimsinë e të gjitha formave të jetës. Ajo jepet dhe mbahet gjallë nga fjala. Gjërat e krijuara nuk kanë jetë në vetvete, por kanë jetë në fjalën, personin e dytë të hyjnisë. E gjashta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Kapitulli 1 vargu 4. Këtu shohim fjalën që zbulon. Duke dhënë jetë, ai jep edhe dritën. Do me thënë që të gjithë njerëzit e kanë njohurinë nga Perëndia për vetë faktin që jetojnë në botën e Perëndisë, dhe kjo, një lloj si me faktin që ata jetojnë,
është për shkak të veprës së fjalës. E 7. Dhe fjala u bë mish. Kapitulli 1, vargu 14. Këtu shohim fjalën e mishëruar. Foshnja në grazhdin e Betlehemit ishte vetë fjala e përjetshme e Perëndisë. Pasi na ka treguar se kush dhe çfarë është fjala, një person hyjnor, autori të gjitha gjërave, Gjoni bën një identifikim. Ai na thot se përmes mishërimit, fjala u zbulua se ishte biri i Perëndisë dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati. Kapitulli 1, vargu 14. Vargu 18 konfirmon identitetin e fjalës, i vetëm lindur i bir, që është në gjirin e Atit. Kështu Gjoni e bën të qartë synimin që ka pasur gjatë gjithë pasazhit. Ai e ka bërë të qartë tashmë se çfarë do të thotë të quash Jezusin biri i Perëndisë. Biri i Perëndisë është fjala e Perëndisë. Kur kuptojmë se çfarë është fjala, atëherë dim se çfarë është edhe biri. Ky është mesazhi i prologut të Ungjillit sipas Gjonit. Prandaj, sa herë Bibla e shpall Jezusin si birin e Perëndisë, ajo është duke e cilësuar atë si një person të veçantë hyjnor. Mesazhi i Krishtlindjes mbështetet mbi faktin mbreslënës që foshnja në grazhd ishte Perëndi. Mirë, po kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. E dyta, foshnja i lindur në Betlehem ishte Perëndia që u bë njeri. Fjala u bë mish, një foshnjë e vërtet njerëzore. Ai nuk reshti së qeni Perëndi. Ai nuk ishte më pak Perëndi se sa përpara mishërimit, por tani kishte filluar të ishte edhe njeri. Tani, ai nuk ishte Perëndi minus disa elemente të hyjnisë së tij, por Perëndi plus gjithçka që kishte përvetësuar kur mori mbi veten e tij natyrën njerëzore. Ai që e krijoi njeriun, tani po mësonte se çfarë do të thoshte të ishte njeri. Ai që e krijoi ëngjëllin e shndërruar në djallë, tani ishte në një natyrë të tillë që mund të tundohej. Madje, as nuk mund t'i shmangej përjetimit të tundimit nga vetë djalli. Në fakt, përsosmëria e jetës së tij njerëzore u arrit vetëm përmes konfliktit me djallin. Duke e vështruar atë në lavdinë e lartësimit të tij, letra e Hebrejve na jep ngushëllim të madh që buron prej këtij fakti. Prandaj, ai duhej t'u ngjante në çdo gjë vëllezërve, sepse në atë që vuajti vetë kur u tundua, mund t'u ndihmoj atyre që tundohen, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohën e duhur. Hebrejve kapitulli 2, vargjet 17 deri në 18, kapitulli 4, vargjet 15 dhe 16. Misteri i mishërimit është i panjohshëm. Ndonse nuk mund ta shpjegojmë, ne mund ta formulojmë atë. Ndoshta ky mister nuk është formuluar kurrë më mirë se sa në fjalët e besores athanasiane. Zoti ynë Jezu Krisht, biri i Perëndisë, është Perëndi dhe njeri, Perëndi i përsosur dhe njeri i përsosur, i cili ndonse është Perëndi dhe njeri, prapse prap nuk është dy, por vetëm një Krisht, një i vetëm, jo nëpërmjet transformimit të natyrës hyjnore në mish, por nëpërmjet futjes së natyrës njerëzore në atë hyjnore. Kaq mund të shpjegojë mendja jon. Fjalët e himnit të Charles Wesley na shpjegojnë atë që shohim në grazhd. Perëndia ynë i mbledhur një pëllëmb, e pakonceptueshme. Ai u bë njeri, e pakonceptueshme. Do të tregoheshim të urtë nëse e kujtojmë vazhdimisht këtë, në mënyrë që të shmangim spekulimet dhe të admirojmë plot kënaqësi. Lindi për të vdekur. Si duhet të mendojmë për mishërimin? Dhjata e re nuk na inkurajon që të shtrydhim trurin në lidhje me problemet fizike dhe psikologjike që ngre kjo çështje, por të adhurojmë Perëndin për dashurinë që u tregua në të, sepse mishërimi ishte një akt i madh zbulese dhe për ulësie. Pali shkruan, ai i cili kishte qenë gjithmonë Perëndi nga natyra, nuk u mbajt fort pas privilegjeve të tij si i barabartë me Perëndin, por e zbrazi veten nga çdo avantazh, duke pranuar që nga natyra të bëhej skllav dhe të lindte si njeri. Duke qenë se u shfaq si qenie njerëzore, ai e përuli veten duke jetuar një jetë bindjeje të plot, deri në vdekje, dhe vdekja që përjetoi ishte vdekja e një kriminali të rëndomt.
Filipianëve kapitulli 2 vargjet 6 deri në 8. Përkthimi i Phillips në anglisht i Biblës. Tërë kjo ndodhi për shpëtimin ton. Ndonjëherë teologët kanë luajtur me idenë që mishërimi fillimisht dhe kryesisht ishte ideuar për përsosjen e rendit të krijuar dhe që domethënia e tij shpenguese ishte të thuash një mendim i mëvonshëm i Perëndis. Mirpo, sikurse e këmbguli me të drejtë James Denney, mishërimi nuk përcaktohet askund në Dhjatën e Re si një çështje e ndarë nga shlyerja e mëkateve. Fokusi i zbulesës nuk është Betlehemi, por Kalvari, dhe çdo konceptim i krishtërimit që e shpërfill ose e mohon atë, e shtrëmbëron krishtërimin duke ja turbulluar fokusin. The Death of Christ, 1902, faqet 235 dhe 36. Domethënia thelbësore e djepit në Betlehem qëndron në pozicionin që mban në serinë e etapave të përullësisë, të cilat e udhëhoqën birin e Perëndis drejt kryqit të Kalvarit. Ne nuk mund ta kuptojmë Betlehemin pa e parë atë në këtë kontekst. Prandaj, teksti kyç në Dhjatën e Re për interpretimin e mishërimit nuk është deklarata e thatë e Gjonit, kapitulli 1 vargu 14, dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne. Por përkundrazi, deklarata më gjithëpërfshirëse e 2 Korintasve kapitulli 8 vargu 9, sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Ky varg jo vetëm që na tregon për mishërimin, por na jep edhe domethënien e tij. Fakti që biri mori natyrë njerëzore na tregohet në një mënyrë të atill që të na shpjegojë se si duhet ta shohim atë, jo thjesht si një çudi e natyrës, por përkundrazi, si një mrekulli e hirit. Mos u bë më pak se Perëndi? Megjithatë, këtu duhet të ndalojmë dhe të shqyrtojmë një shpjegim të ndryshëm, që disa i bëjnë tekstit të sapo cituar të Palit. Tek Filipianëve kapitulli 2 vargu 7, shprehja të cilën Bibla Filipse përkthen si e zhveshi veten nga çdo privilegj dhe Bibla e mbretit Jakob e përkthen si e bëri veten pa reputacion. Fjalë për fjalë do të thotë e zbrazi veten. Njerëzit pyesin, a nuk na ndihmon kjo? Bashkë me deklaratën e 2 Korintasve kapitulli 8 vargu 9, ku thuhet se Jezusi u bë i varfër, që të hedhin pak dritë mbi vetë natyrën e mishërimit. A nuk nënkupton kjo një farë reduktimi të hyjnisë së birit kur ai u bë njeri? Kjo njihet gjerësisht si teoria kenosis, për shkak të fjalës greqishte kenosis, që është përdorur për zbrazje. Ideja pas kësaj teorie, në të gjitha format e saj, është që për të qenë plotësisht njeri, birit i duhej që të hiqte dorë nga disa prej cilësive të tij hyjnore. Përndryshe, nuk do ta kishte të mundur që të përjetonte kufizimin thelbësor të qenies njerëzore në hapësirë, kohë, njohuri dhe ndërgjegjësim. Teoria formulohet në mënyra të ndryshme. Disa kanë argumentuar që biri zhveshi vetëm atributet e tij, metafizike, gjithë fuqinë, kudondodhjen dhe gjithë dishmërinë, por ruajti atributet morale, drejtësinë, shenjtërinë, vërtetësinë, dashurinë. Të tjerë përmbahen mendimit që kur u bë njeri, ai hoqi dorë veçanërisht nga të gjitha fuqitë e tij hyjnore, si edhe nga vetë ndërgjegjësimi i tij hyjnor, ndonse këtë të fundit e rifitoi përgjatë jetës së tij toksore. Teoria e kenosis u ngrit për herë të parë në Angli në vitin 1889 nga peshkopi Gore, për të shpjeguar se pse Zoti ynë nuk ishte në dieni për çfarë të ashtu quajturit kritik të lartë të shekullit të 19 mendonin për gabimet e dhjatës së vjetër. Teza e Gore përcaktonte që duke u bërë njeri, biri kishte hequr dorë nga njohuria e tij hyjnore për çështjet faktike, por kjo kishte ruajtur pagabueshmërinë e plot hyjnore në çështjet morale. Kur bëhej fjalë për faktet historike, Jezusi kufizohej vetëm tek idetë e judaizmit bashkohor, të cilat ai pranoi pa pikë dyshimi, pa e ditur që ato nuk ishin tërësisht të sakta. Kjo është arsyeja se pse Gore mendonte që frymëzimi verbal dhe vërtetësia e plotë e dhjatës së vjetër, si dhe autorësia e Mojsiut për Pentatukun dhe e Davidit për Psalmin 110, nuk ishin të besueshme. Shumë njerëz kanë ndjekur Gore në këtë pikë, duke kërkuar kështu një justifikim për të hedhur poshtë vlerësimin e Jezusit për dhjatën e vjetër. Mirë po teoria e zbrazjes nuk mund të qëndrojë.
Së pari, sepse kjo teori është një spekulim, i cili nuk gjen asnjë mbështetje nga teksti që citohet në lidhje me të. Kur Pali flet për birin që e zbrazi veten dhe u bë i varfër, ajo çfarë ka në mendje, sikurse tregon konteksti në të dyja rastet, nuk është lënia më njan e fuqive dhe atributeve hyjnore, por lavdin dhe dinjitetin hyjnor, sikurse e tha Krishti në lutjen e tij kryepriftërore. Lavdin që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota. Gjoni 17 vargu 5. Përkthimi në anglisht i Biblës Philips dhe ajo e mbretit James, i tekstit të Filipianëve kapitulli 2 vargu 7, e interpretojnë sakt domethënien e Palit. Ideja që biri braktisi ndonjë aspekt të natyrës së tij hyjnore nuk gjen asnjë mbështetje në shkrim. Kjo teori gjithashtu mbart në vetvete probleme të mëdha dhe të pasgjidhshme. Si mund të themi që njeriu Jezu Krisht ishte plotësisht Perëndi, nëse i mungonin disa cilësi të natyrës së tij hyjnore? Si mund të themi se ai e zbuloi përsosmërisht Atin, nëse ai vetë nuk i kishte disa nga fuqitë dhe atributet e Atit? Për më tepër, siç supozon kjo teori, nëse natyra e vërtet njerëzore mbi tokë nuk mund të përputhej me natyrën e pareduktuar hyjnore, atëherë mund të hamendësojmë që kështu duhet jetë edhe në qiell. Për rrjedhim, njeriu në lavdi i ka humbur disa nga fuqitë e tij hyjnore për të gjithë përjetësinë në vazhdim. Nëse, siç thot edhe neni 2 i doktrinës së kishës anglikane, natyra hyjnore dhe ajo njerëzore u bashkuan në një person, për të mos u ndarë më kurrë. Atëherë, gjithnjë sipas kësaj teorie, natyra hyjnore e birit humbi në mishërim disa atribute hyjnore për të mos i rifituar më kurrë. Megjithatë, dhjata e re është e qartë dhe e prerë për gjithë fuqinë, kudo ndodhjen dhe gjithë dijen e Krishtit të ringjallur. Mateu kapitulli 28, vargjet 18 dhe 20. Gjoni kapitulli 21, vargu 17. Efesianëve kapitulli 4, vargu 10. Mirpo, të ballafaquar me këtë fakt, nëse mbrojtësit e teorisë së zbrazjes do ta mohonin që këto cilësi nuk përputhen me natyrën e vërtet njerëzore në qiell, atëherë çfarë argumenti mund të sjellin ata kur besojnë se kjo mospërputhje ekzistonte mbi tokë? Por më tepër, është e pamundur që ta përdorësh teorinë e zbrazjes ashtu siç e përdor Gore, për të justifikuar gabimet në një pjesë të mësimit të Krishtit, ndërkohë të ruash autoritetin hyjnor të pjesës tjetër. Krishti deklaroi në mënyrë të plotë dhe kategorike që i gjithë mësimi i tij vinte nga Perëndia dhe se ai veproi gjithmonë si një lajmëtar i Atit të tij. Doktrina ime nuk është e imja, por e atij që më ka dërguar. Unë nuk bëj asgjë prej vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar, sepse unë nuk fola prej vetes sime, por Ati që më dërgoi, ai më ka urdhëruar ç'dua të them e të shpall. Gjërat pra që them unë, i them ashtu siç mi ka thënë Ati. Gjoni kapitulli 7 vargu 16, kapitulli 8 vargu 28, kapitulli 12 vargje 49 dhe 50. Ai e shpalli që ju kam folur të vërtetën që dëgjova nga Perëndia. Gjoni kapitulli 8 vargu 40. Përballë deklaratave të tilla, ka vetëm dy rrugë të mundshme. Ose i pranojmë këto deklarata dhe e njohim autoritetin e plot hyjnor për të gjitha mësimet e Jezusit, përfshirë këtu edhe deklaratat e tij në lidhje me frymëzimin dhe autoritetin e dhjatës së vjetër, ose në të kundërt, i hedhim ato poshtë dhe vëmë në dyshim autoritetin hyjnor të çdo pjese të mësimit të tij. Nëse Gore donte me të vërtet që ta ruante autoritetin e mësimit moral dhe frymëror të Jezusit, nuk duhej ta kishte vënë në dyshim vërtetësinë e mësimit të Jezusit mbi dhjatën e vjetër. Nga ana tjetër, nëse ishte vërtet i vendosur që të mos pajtohej me Jezusin në lidhje me dhjatën e vjetër, duhej të ishte treguar konsekuent dhe t'i përmbajë pikpamjes që, përderisa deklaratat e Jezusit në lidhje me mësimin e tij nuk mund të pranohen ashtu siç janë thënë, nuk kemi pse pajtohemi me asgjë tjetër që ka thënë Jezusi. Nëse teoria e zbrazjes përdoret sipas qëllimit të peshkopit Gore, atëherë ajo shpreh shumë më tepër. Ajo provon që Jezusi, pasi kishte hequr dorë nga njohuria e tij hyjnore, ishte i gabueshëm në çdo pikë. Dhe kur deklaroi që i gjithë mësimi i tij vinte nga Perëndia, ai po mashtronte si vetveten, ashtu edhe ne. Nëse dëshirojmë ta mbajmë autoritetin hyjnor të Jezusit si mësues, ashtu siç ai e deklaroi veten, atëherë duhet që ta hedhim poshtë teorinë e zbrazjes, ose, të paktën,
të duhet të hedhin poshtë këtë zbatim të saj. Në fakt, vetë ungjit na japin prova kundër teorisë së zbrazjes. Është e vërtetë që njohuria e Jezusit si për gjërat njerëzore, ashtu edhe për ato hyjnore, me raste ishte e kufizuar. Me raste, ai kërkon informacion. Kush mi preku rrobat? Sa buk keni? Marku kapitulli 5 vargu 30, 6 vargu 38. Ai deklaron që është po aq i paditur sa edhe ëngjëjt në lidhje me ditën e ardhjes së tij të dytë. Marku kapitulli 13 vargu 32. Mirpo, në të tjera raste, ai shfaq një njohuri të mbinatyrshme. Ai e njeh të shkuarën e dyshimt të gruas samaritane. Gjoni kapitulli 4 vargu 17 dhe 18. Ai e di që peshku i parë që Pietri do të kap kur të peshkoj, do të ketë një monedhë në gojën e tij. Mateu kapitulli 17 vargu 27. Ai e dinte që Lazari kishte vdekur pa i thënë askush. Gjoni kapitulli 11 vargjet 11 deri në 13. Në mënyrë të ngjashme, ai shfaqi her pas here fuqi të mbinatyrshme duke bërë mrekulli shërimi, ushqyerjeje dhe ringjallje të vdekurish. Ungjit nuk e pasqyrojnë Jezusin si dikë të privuar tërësisht nga fuqia dhe njohuria njerëzore, por që ai her pas here i shfrytëzoi ato, ndonse për shumicën e kohës u mjaftua të mos i përdorte. Me fjalë të tjera, nuk na përshkruhet dhe aq dikush me aftësi hyjnore të reduktuara se sa dikush që i frenon ato. Si mund ta shpjegojmë një frenim të tillë? Sigurisht që mund ta shpjegojmë në dritën e së vërtetës që theksohet kaq shumë nga Ungjilli sipas Gjonit. Pra, e vërteta e nënshtrimit të plotë të birit ndaj vullnetit të atit. Pjesë e misterit të hyjnisë është që të tre personat qëndrojnë në një marrëdhënie të përhershme me njëri tjetrin. Biri shfaqet në ungjij jo si një person hyjnor i pavarur, por si një person i varur, i cili mendon dhe vepron vetëm dhe plotësisht siç e drejton ati. Biri nuk mund të bëj asgjë prej vetes. Unë s'mund të bëj asgjë nga vetja ime. Gjoni kapitulli 5 vargjet 19 dhe 30. Sepse unë kam zbritur prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Gjoni kapitulli 6 vargu 38. Nuk bëj asgjë prej vetvetes. Unë bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë atij. Gjoni kapitulli 8 vargjet 28 dhe 29. Është në natyrën e personit të dytë të Trinisë që ta pranoj autoritetin e personit të parë dhe t'i nënshtrohet pëlqimit të tij të mirë. Për këtë arsye, ai e shpall veten biri dhe e quan personin e parë të Trinisë si atin e tij. Edhe pse i barabart me atin për nga përjetësia, fuqia dhe lavdia, për të është e natyrshme që të luajë rolin e birit dhe ta gjejë të gjithë kënaqësinë e tij në kryerjen e vullnetit të atit. Ashtu siç është e natyrshme që personi i parë i Trinisë të planifikojë dhe të jetë nismëtari në veprat e hyjnisë, dhe siç është e natyrshme që personi i tretë të dalë prej atit dhe birit për të bërë vullnetin e tyre të përbashkët. Prandaj, bindja e Perëndis njeri ndaj atit, ndërkohë që ishte këtu mbi tokë, nuk ishte një marrëdhënie e re e nxituar prej mishërimit, por ishte vazhdimësia në dimensionin kohor e marrëdhënies së përjetshme në qiell mes birit dhe atit. Si në qiell, ashtu edhe në tokë. Biri ishte krejtësisht i varur nga vullneti i atit. Mirë po nëse është kështu, bëhet e qartë gjithçka. Perëndia njeri nuk kishte njohuri të pavarur, ashtu sikurse edhe nuk veproi në mënyrë të pavarur. Ashtu sikurse ai nuk bëri gjithë sa mund të kishte bërë, sepse disa gjëra nuk ishin në vullnetin e atit të tij. Shih Mateu kapitulli 26, vargjet 53 dhe 54. Po kështu, ai nuk e dinte në mënyrë të vetëdijshme gjithë sa mund të kishte ditur, por dinte vetëm atë që ati dëshiroi që ai të dinte. Njohja e tij, sikurse edhe pjesa tjetër e veprimtarisë së tij, ishte e lidhur me vullnetin e atit të tij. Prandaj, arsyeja pse ai nuk e dinte, për shembull, ditën e ardhjes së tij të dytë, nuk ishte për shkak se ai kishte hequr dorë në mishërim nga fuqia për t'i ditur të gjitha gjërat, por se ati nuk ishte dëshiruar që ai ta kishte këtë copës të veçantë njohurie sa ishte këtu mbi tokë, përpara përvojtjes së tij. Sigurisht që Calvin kishte të drejtë kur komentoi mbi Markun kapitulli 13 vargu 32 dhe tha: derisa ai ta përmbushte plotësisht ofiqin e tij ndërmjetësues, nuk i ishte dhënë ai informacion, të cilin e mori pas ringjalljes së tij. Prandaj,
Kufizimi i njohurisë së Jezusit duhet shpjeguar, jo prej mënyrës së mishërimit, por duke ju referuar vullnetit që Ati kishte për birin, për sa kohë ishte mbi tokë. Prandaj, dalim në përfundimin se, ashtu siç Ungjilli ofron fakte të cilat e hedhin poshtë teorinë e zbrazjes, po kështu mund të themi se kjo teori nuk shpjegon ndonjë fakt në Ungjill. Ai u bë i varfër. Tani është e qartë se çfarë domethënie kishte për birin e Perëndisë të zbrazte veten dhe të bëhej i varfër. Kjo do të thoshte që ai e la mënjan lavdin, dhe kjo ishte zbrazja e vërtet. Një frenim i vullnetshëm i fuqisë, një pranim i vështirësisë, izolimit, keqtrajtimit, keqdashjes dhe keqkuptimit, dhe në fund një vdekje me një agoni të tillë, më shumë frymërore se sa fizike, saqë ishte pothuajse e papërballueshme për mendjen e tij kur e pa atë në horizont. Shih Luka kapitulli 12 vargu 50, si dhe histori në kopshin e Getsemanis. Kjo do të thotë dashuri e pamas për qenjet njerëzore të cilët nuk të ngjallin dashuri, në mënyrë që ata të bëhen të pasur përmes varfërisë së tij. Krishtlindja na jep mesazhin se ka shpresë për njerëzimin e rënuar, ka shpresë për falje, shpresë për paqe me Perëndin, shpresë për lavdi, sepse duke ju bindur vullnetit të Atit, Jezu Krishti u bë i varfër dhe lindi në një grazhd, në mënyrë që 30 vite më vonë ai të mund të varej në një kryq. Ky është mesazhi më i mrekullueshëm që bota ka dëgjuar apo do të dëgjojë ndonjëherë. Ne flasim përciptazi për frymën e Krishtlindjes. Dhe rrallëherë nënkuptojmë diçka më shumë se sa thjesht një atmosferë gëzueshme familjare. Mirëpo çfarë kemi thënë më sipër e bën të qartë që kjo shprehje në fakt duhet të mbartë një domethënie të pamas. Duhet të përcjell kuptimin e riprodhimit në jetën njerëzore të karakterit të Atij, i cili për hirin ton u bë i varfër atë Krishtlindje të parë. Vetë fryma e Krishtlindjes duhet të jetë tipari dallues i çdo të krishteri përgjatë gjithë vitit. Është për të ardhur turp që sot shumë të krishterë, do të tregojmë edhe më specifik, shumë nga ata me teologjinë më të shëndosh dhe më ortodokse, jetojnë në këtë botë me frymën e priftit dhe të levitit në shëmbëltyrën e Zotit ton, që duke i parë nevojat njerëzore kudo përreth tyre, por pas një urimi mirëdashës dhe ndoshta një lutjeje të papërshpirtshme, që Perëndia të mund t'i plotësojë ato nevoja, e largojnë vëmendjen e tyre dhe kalojnë në anën tjetër. Kjo nuk është fryma e Krishtlindjes, dhe as nuk është fryma e atyre të krishterëve, të cilët mjerisht janë të shumt, ambicia e të cilëve në jetë, me sa duket, kufizohet vetëm në ngritjen e një familjeje të mirë të krishterë të shtresës së mesme, në zënien e miqve të mirë të krishterë të shtresës së mesme dhe në rritjen e fëmijëve të tyre në mënyra të mira të krishtera të shtresës së mesme. Këta i lënë shtresat më të ulta të komunitetit, si të krishterë, ashtu dhe jo të krishterë, që të përballen vetë me jetën. Snobi i krishterë nuk rrezaton frymën e Krishtlindjes, sepse fryma e Krishtlindjes është me ata që, ashtu si mjeshtri i tyre, e jetojnë jetën sipas parimit për ta varfëruar veten, në shpenzime dhe duke u shpenzuar, për të pasuruar të tjerët, duke dhënë kohë, preokupim, për kujdesje dhe interesim, për të mirën e të tjerëve, dhe jo vetëm të miqve të tyre, në çfarëdo mënyre që të nevojitet. Nuk ka aq persona sa duhet që e shfaqin këtë lloj fryme. Nëse Perëndia me mëshirën e tij na rigjallëron, një nga gjërat që ai do të bëjë është kultivimi gjithnjë e më shumë i kësaj fryme në zemrat dhe jetët tona. Nëse secili prej nesh dëshiron për vete një rigjallërim frymëror, një nga hapat që duhet të ndërmarrim është përpjekja për të kultivuar këtë lloj fryme, sepse ju e njihni hirin e Zotit ton Jezu Krisht, që duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. 2 Korintasve kapitulli 8 vargu 9. Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin. Filipianëve kapitulli 2 vargu 5. Do të vrapoj në rrugën e urdhërimeve të tua, sepse ti do të më zgjerosh zemrën. Psalmi 119 vargu 32.